Atëherë, mirë se ju gjej përsëri në takimin e radhës këtu te Rinia Ortodokse. Si gjithmonë, ashtu siç e kemi thënë edhe në takimet e tjera, është gjithmonë kënaqësi do jesh mes të rinjve, të ndash disa mendime rreth temave të cilat unë jam i specializuar në këtë fushë, domethënë në fushën e muzikologjisë bizantine, pra në fushën e adhurimit, të liturgjikës, në fushën e muzikës në përgjithësi. Kështu që dhe tema e sotme do ketë lidhje direkt me një temë që na përket të gjithëve, edhe pse duket kështu sikur është një temë shumë po themi specifike për ata që janë studiues të artit psaltik ose të muzikës në përgjithësi ose të përkthimeve, por në të vërtetë është një gjë që na përket të gjithëve, sepse siç do të shohim, tekstet liturgjike të kishës i përkasin gjithë komunitetit. Pra janë tekste komunitare, nuk janë tekste personale, një përkthim ose një botim i një personi i cili u frymëzua në moment dhe shkruajti një vepër letrare, edhe është një vepër letrare që mund ta lexojë kushdo. Jo, këto janë tekste liturgjike të cilat ne i përdorim gjatë adhurimit hyjnor. Dhe konkretisht tema e sotme do t'i dedikohet një personaliteti shumë të rëndësishëm për kishën ortodokse autokefale të Shqipërisë, i cili ishte një prej figurave që prej ti nisi një farë mënyrë dhe autokefalia e kishës tonë, e kishës së Shqipërisë, dhe gjithashtu fokusi ynë do të jetë rreth kontributit që ka dhënë i mësot Theofan Noli në përkthimin e teksteve liturgjike më tepër të paralelizuara ose në krahasim dhe duke i parë së bashku me meloditë bizantine ashtu siç këndohen edhe deri më sot në kishën ortodokse të Shqipërisë. Pra, tema jon është Fanoli, i cili me i mësot Theofan Stylianolin nisi ajo që njohim si adhurimi shqipfolës. Pra, deri në, po themi, 1900-ën, në kishën ortodokse të hapësirës së Shqipërisë, adhurimi kryhej në gjuhën helene, pra në greqisht. Dhe për më tepër shumë kishte filluar që vite më përpara, shekuj më përpara, që të përktheheshin tekste kryesisht biblike dhe pjesë të shkëputura nga shërbesat e kishës tonë, pra himnet e shkurtra, si që kemi një dëshmi shumë të rëndësishme në një bibliotekë të Milanos, tek atje kemi 3 himne të cilat na tregojnë domethënë përpjekjet e para diku në shekullin e 15 të 3 himneve. Kemi Krishti u ngjall himnin, kemi një himn ose më saktë një urim që japim peshkopit pra për shumë vjet o kryezot. Kemi edhe një perikope, pra një pasazh biblik nga Premtë e Madhe që është në shqip, po me gërma në greqisht. Pra, përpjekjet kanë filluar që herët me përkthimet. Pra nuk është një përpjekje që nis në shekullin e 20, por intensifikimi i përkthimeve nis në shekullin e 20 dhe protagonisti kryesor është i mësot Theofan Noli. Dhe ne do të shohim rreth pikërisht rolit të tij gjatë periudhës kur ai jetoi, pra në fund të shekullit të 19 dhe fillim të shekullit të 20. Para se të fillojmë të flasim me detaje rreth kësaj çështje, do të shohim pak që ta njohim si figurë ato po themi pikat kryesore, pra kronogramën e jetës së tij. Në mënyrë që të njihemi pak me këtë personalitet të rëndësishëm të kishës dhe jo vetëm të kishës, një politikan, një gjuhëtar, një përkthyes, pra filolog dhe patjetër një kryeprift i kishës dhe siç e thash edhe më përpara, ai që nisi dhe mori ato iniciativat e para për shqiptarizimin një farë mënyre të kishës ortodokse këtu në Shqipëri. I mësot Theofan Noli lindi në 6 janar të vitit 1882 në Adrianopoj, pra në Ibrik Tepe, në Turqi. Prindrit e tij ishin emigrantë të cilët ishin shkëputur kishin shpërngulur nga një fshat afër kolonjës që njihet me emrin sot Qytez. Dhe prandaj, por ai ka lindur në Turqinë e sotme, domethënë,
këtu është ky fshat, domethënë i Brikë Tepe atje ndodhet. Në 1900 vendosi të shkonte në Greqi për studime në Fakultetin e Filozofisë dhe punoi punë të ndryshme dhe kryesisht u mor më tepër me aktrimin më tepër. Ai ka qenë për 1-2 vite me radhë, u mor si aktor, sepse kishte prirje artistike dhe aktoriale. Më pas në 1903 shkon për një periudhë për 3 vite me radhë, domethënë në Egjipt, ku punoi si mësues i greqishtes. Dhe njëkohësisht atje ka pasur dhe kontakte dhe me mësuese me murq, të cilët mësoi dhe muzikë bizantine. Por i pari i cili mësoi muzikën bizantine ka qenë i ati tij, i cili ishte psalt në i Brikë Tepe. Në 1906 emigron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe atje punon punë të ndryshme fillimisht. Në 1908 dorëzohet prift nga kryepiskop Platoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një kryeprift rus, domethënë që i përkiste kishës ruse, pra. Në 22 mars të 1908 celebron liturgjinë e parë në Shqip, në Boston, dhe patjetër themelohet dhe kisha ortodokse shqiptare e Shën Gjergjit në Boston, po atë ditë. Në 1912 diplomohet në Universitetin e Harvardit. Në 17 nëntor 1918 merr ofiqin e arqimandritit përsëri nga një mitropolit rus, Aleksandri. Në 25 dhe 27 shkurt 1919 propozohet kandidat për peshkop në kuvendin kleriko-laik të diasporës shqiptare në SBA. Në 20 korrik të 1919, kisha ortodokse diasporës shqiptare në Amerikë shpall pavarësinë. Në 1920 kryeson delegacionin shqiptar në lidhjen e kombeve dhe në 21 nëntor 1923 dorëzohet mitropoliti i Durrësit në katedralen Shën Gjergji në Korçë. Katedrale që sot është shembull në Korçë. Okej, dini dhe historikun, nga peshkopët Kristofor dhe Jerothe. Në 1924 bëhet kryeministër i Shqipërisë për 6 muaj, më pas largohet dhe vendoset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 1938 përfundon studimet në kompozim dhe bëhet edhe doktor i shkencave filologjike dhe ndahet nga jeta në Florida në vitin 1965, një moshë diku te 83 vjeç. Kjo ishte një farë mënyrë kronograma shkurtë e jetës Fanolit. Tani, atë që na intereson nga vepra e Nolit, përveç gjithë veprave të tjera, fokusi ynë sot do të jetë te përkthimet liturgjike të Nolit, të krahasuara me muzikën bizantine. Noli, pasi nisi veprën e tij përkthimore, ajo nisi diku në vitin 1908. Por kjo vepër nuk kaloi në 2 faza, në një farë mënyrë, 2 periudha përkthimore. Në periudhën e parë, pra 1908-1914, që do ta shohim dhe me radhë cilat janë karakteristikat e kësaj periudhe, dhe në periudhën e dytë, 1941-1952. I shohim me radhë periudha tashmë. Periudha e parë. Shohim po themi një shënim nga njëri prej librave të Nolit, ku na thotë këtu, në shërbesat e javës së madhe, bëhet fjalë, libri i parë që boton Noli. Dhe thotë, kthimi, pra përkthimi, u bë me nxitim dhe prandaj s'duhet gjykuar ashpër. Pra vetë Noli pranon që, edhe pse ka përkthyer këto tekste liturgjike, pranon vetë, edhe janë të dokumentuara këto, tek libri i parë që ka botuar, që është libri i javës së madhe, pra që mban shërbesat 3 ditët mësaktët të enjtes, së të shtunës dhe të së dielës. Dhe atje vetë ai thotë që kërkon ndjes për përkthimin, sepse mund të ketë probleme. Dhe duke ditur që Noli ishte një farë mënyrë ai i cili nisi të përkthente tekste liturgjike, të cilat edhe vetë terminologjinë e tyre ne akoma nuk e njihnim, dhe terminologjinë teologjike, po dhe për më tepër atë liturgjike, që ishte shumë e vështirë. Pra ishte një iniciativë e guximshme kjo e Nolit, që ndërmori, por përsëri ai ishte koshient që vepra e tij dhe puna që bëri kishte mangësitë e tij.
Dhe fillojmë me përkthimet e para që bëri Noli. Dhe fillojmë me përkthimin e parë, që është Shërbesa e javës së madhe, në 1908 në Boston është botuar. Kjo është dhe kopertina e librit të parë që përktheu. Më pas, përkthehen librin e Shërbesave të Shenjta të Kishës Ortodokse në 1909. Në vazhdim, kemi librin e Të Kremtave të Mëdha. Ky libri Të Kremtave të Mëdha është libri që përmban përmbledhasi, troparet dhe himnet që këndojmë për shembull për festat e ndryshme, zotërore, hylincore dhe të shenjtorëve të ndryshëm. Pra nuk janë shërbesat, mund të themi ato, shërbesat statike, por të shërbesat statike kishim këtë, pra që është libri i shërbesave, kurse libri më parshëm ishte libri i javës së madhe, vetëm tropare që këndojnë javën e madhe. Pra këto janë statiket, këtu kemi të kremteve, dhe më pas boton librin e Triotit të vogël, i cili është libri i cili përmban himnet e së shtunës dhe të dielës në mëngjes, të periudhës së Triotit. Pra vetëm ato, prandaj dhe quhen Triodi i vogël, sepse nuk është i plot, nuk i ka të gjithë ditët, gjithë troparet e çdo dite, por ka vetëm troparet dhe himnet e së shtunës dhe të dielës. Edhe ka shërbesën e himnet akathist, që është thuhet të premte. Asgjë tjetër nuk ka. Më pas kemi botimin e rëndësishëm, shumë të rëndësishëm, një prej librave, po mund të them më të rëndësishëm të adhurimit, që është lutjesoria. Lutjesoria e cila përsëri nuk ishte lutjesoria e plot. Dhe prandaj dhe ai e titullon lutjesoria, pra nga greqishtja që do të thotë paraklitiki. Por në të vërtetë ai çfarë përktheu? Përktheu vetëm himnet që këndojnë ditën e diel. Pra, që këndojnë të shtunën mbrëmje dhe të dielën në mëngjes, që i përkasin ditës së diel. Dhe janë kryesisht himne ngjallësore. Këtë libër është ripërpunuar përsëri dhe sot është titulluar Te tingullshi ngjallësor. Po ta keni parasysh kush i ka parë dhe librat në libranin e Kishës, do shikoj që një prej librave të Nolit i përpunuar në gjuhën e sotme dhe i përpunuar duke i parë edhe terminologjinë teologjike, po dhe atë muzikore gjithashtu. Më pas kemi librin e fundit që përkthehen në fazën e parë, që është 50 dhjetore e vogël, në vitin 1914. Edhe ky libër është një libër përsëri i cili përmbledh himnet që këndohen në periudhën pas Pashkës, pra në periudhën paskale në një farë mënyre, dhe përmban himnet të së shtunës përsëri dhe të dielës. Pra, siç e shikoni, të gjithë këto libra që para tham janë libra, një përmbledhje të librave. Nuk janë librat e plot. Pra, në këto libra akoma, një pjesë për këtyre librave akoma përdorim gjatë adhurimit. Dhe vazhdojmë tutje. Midis periudhës së parë dhe periudhës së dytë, Noli merr iniciativën për të botuar një libër muzikor, të cilin e quan hymnore. Nuk është libër përkthimor, nuk përkthejnë diçka të re, por kemi të bëjmë me një libër muzikor dhe që na intereson dhe neve që merremi me muzikën në përgjithësi, po dhe për juve që ta dini. Pra në vitin 1936 boton një libër hymnore për kor të pëzjerë. Deri në këtë periudhë, Noli nuk ka botuar një libër muzikor. As libër muzikor me shkrim bizantin. Pra bëhet fjalë për një libër i cili përmban, siç e shikoni dhe këtu që do të afroj unë pakës. Pra, shikojeni pak? Është libër i cili është krijuar për kor të përzierë. Pra, për kor me 4 zëra. Pra jo për kor bizantin. Dhe konkretisht ky libër është shkruar në pentagram. Pra, siç e shikoni. Ka disa lloj melodish brenda. Kryesisht janë melodi të përshtatura nga tradita ruse, tradita e Kievit, e Ukrainës, domethënë. Kemi dhe disa pjesë të cilat
a i titullon dhe i markon si bizantine, po i ka të harmonizuara, pra i ka me shumë zëra. Nuk është muzikë monofonike, por bëhet fjalë për muzikë polifonike. Ishte për realitetin në Amerikë, kjo ishte diçka familjare, sepse në Amerikë ishin filluar që të futej gjatë adhurimit muzika polifonike. Kurse në Shqipëri, kjo ishte një diçka e re, e pa dëgjuar ndonjëherë. Gjatë kohës që ai ishte kryeministër i Shqipërisë, u krijua një kor në Tiranë, këtu, një kor rus, nga një profesor rus. Dhe është pikërisht kori i cili kemi dhe sot të vazhdon traditën në një farë mënyrë, mund të themi të atij korit të mëparshëm, edhe pse ky kor që kemi tani në katedrale është kor që është krijuar pas viteve 90, pra para se të vinte dhe vetë kryepiskopi Anastas. Kështu që në atë kohë ka filluar futja e muzikës polifonike në adhurimin tonë shqipfolës. Nuk do merremi shumë me këtë, por që të dini një gjë, pati reakcion për futjen e këtij arti muzikor, e këtij stili muzikor në përgjithësi në shtyp, por dhe në ambientet kishtare, nga klerikët, nga psaltët, dhe nga populli, sepse për ta ishte diçka e panjohur. Është si ti ofroje një gjë, një frut që nuk e egzotik, ishte diçka e panjohur për ta. Por gjithsesi, ajo u fut në atë kohë dhe mbjetoi për shumë arsye që mbase në një temë tjetër do ta sqarojmë. Kalojmë tani tek synimi primar ose parësor i Nolit gjatë periudhës së parë. Kush ishte? Cili ishte synimi? Synimi ishte që të përkthente në Shqip shërbesat kryesore të nevojshme. Pse? Arsyeja ishte që të shkëputeshim nga çdo lloj ndikimi i huaj. Pra ideja ishte që të krijohej një kishë një adhurim shqipfolës. Nuk dëshironim që të kishim asnjë lloj marrëdhënie me popujt e tjerë dhe ndikime prej tyre gjatë adhurimit. Pra, adhurimi ynë të kryej në gjuhën amtare. Dhe kjo ishte dëshira e Nolit dhe prandaj ndërmori gjithë iniciativë të madhe për të pasur, domethënë, një adhurim shqipfolës. Kjo u mirëprit jashtëzakonisht shumë dhe nga patriotët ortodoks shqiptar në Shqipëri, por për më tepër në Amerikë, në Bukuresht, në Sofje, aty ku kishte komunitete shqiptare në përgjithësi, domethënë. Kështu që ishte një diçka që u mirëprit. Ndikimi këtyre përkthimeve, këto ndikime patën një ndikim të jashtëzakonshëm, sepse duke pasur ti tashmë tekstet e para liturgjike në gjuhën shqipe, ti kishe mundësi të krijoje të organizoje një kishë, një enori, të organizoje kishët e para shqipfolse. Dhe në diasporë kryesisht, pra ideja në fillim, këto nisën dhe u praktikuan në fillim në Amerikë kryesisht, po dhe ku më pas në përvendet e tjera ku kishte komunitete shqiptare. Dhe brenda këtyre komuniteteve u shqye ideja e autoqefalisë së kishës dhe me këtë vepër, siç e tham dhe më përpara, u inaugurua adhurimi shqipfolës. Tani kalojmë në një fazë, në një tjetër aspekt. Si përkthime dhe si iniciativë këto ishin të jashtëzakonshme. Ishin inovatore për kohën, sepse për shumë i tham dhe disa prej arsyeve. Por problemi ishte tash këto himnet në praktik, sepse këto himnet kishin disa karakteristika. Në radhë të parë, himnet ishin përkthime të lira nga gjuha greke në gjuhën shqipe. Pra, ai merrte tekstin origjinal dhe përkthente në mënyrë të lirë. Por kjo solli një problem gjatë tek klerikët, por njëkohësisht edhe për më tepër tek psaltët, sepse duke pasur të një përkthim të lirë, ti kishe të pamundur të harmonizoheshe, të unifikoheshe dhe të këndoje himnet sipas melodive bizantine.
Dhe doli një farë mënyrë, doli ky problem i madh, mos përputhja melodike sipas melodive tradicionale bizantine për shkak të përkthimit të tyre të lirë. Dhe ja marrim një shembull. Shikoni pak, këtu kemi një shembull, pra një model melodik që e njohim neve si Tinoreotita. Mendoj që një pjesë për jush mund të kenë dëgjuar për shembull himnin O bukurime nam, që e këndojmë gjatë periudhës Kreshmës së Madhe në himnin akatist, në fund. Pra, O bukurime nam, si e themi? O bukurime nam, o virgjëri pacen. Tani, ky është përkthimi lirë. Po ta këndoja unë këtë, po ta këndoj unë tani këtë, sipas përkthimit, do duhet të asajoja. Jo, nuk e këndoja dot sipas modelit melodik bizantin. Kështu që krijoj një vështirësi tek psaltët, këto përkthime të lira. Se do thoshim për mos ndrimin e hynis dhe nuk vete, domethënë, sa do të mundohem unë, nuk shkon ajo. Si përkthim ai mund të jetë shumë i mirë, por në aspektin melodik çalon, sepse është përkthim i lirë. Nuk është përkthim që mund jo se s'mund të përdoret në adhurim, por është përkthim që nuk na fut në traditën që kishte ortodokse, që himnet i këndojmë gjithmonë sipas disa modeleve, dhe do ta shohim më vonë se cilat janë ato modele. Dhe marrim edhe një shembull tjetër. Ky për shembull Kateplak Josif është një model tjetër. Ky mund të shkonte pak më tepër. Mundet të përshtatej pak, po kjo është një rastësi. Kjo e shkonte, domethënë, ecje sipas rastësisë dhe jo sipas një logjike. Pra ne kemi një logjikë tek himnet. Kanë kritere himnet. Pra kur përkthejnë diçka dhe nëse duhet që të jesh sipas modeleve melodike, duhet të kesh disa kritere, që është kriteri isosilabik dhe kriteri homotonik. Pra të kenë të njëjtën metrik me atë në origjinal. E kuptoni? Të kenë të njëjtat thekse, të njëjtat rrokje në njësoj si origjinali, në mënyrë që të përputhet melodia me teksti me melodinë. Pra nga kjo mund të vinte deri diku, por jo plotësisht, jo gjitha, deri një farë pike. Vazhdojmë tutje. Dhe kalojmë tek një skic këtu. Pse? Sepse shumë e rëndësishme ta kuptojmë të skicën. Në Kishën Ortodokse kemi 3 elementë i konsiderojmë të shenjtë, sepse janë shumë të rëndësishëm, që formojnë një himn. Në maj të piramidës qëndron teksti. Kemi melodinë, kemi dhe ritmin. Por në fillim rëndësi, domethënë ka teksti dhe melodia dhe ritmi i nështrojnë tekstit. Pra kemi një farë mënyre një rend hierarkik brenda këtyre elementeve. Nuk mundet të predominojë melodia para tekstit ose ritmi ku diun para tekstit. Por edhe teksti, kur ndërtohet në gjuhën origjinale, ndërtohet me modele melodike verse. Pra ai që krijon i ka parasysh modelet dhe kur i krijon duke marrë parasysh të modelet. Kurse Noli nuk i mori parasysh të modelet, thjesht bëri përkthim të lirë, përkthim literal, në fazën e parë flasim. Dhe shikoni, kemi një përputhje të natyrshme, të një qëndshme të pandarë të këtyre komponenteve, ku i thamë këto, përparësi ka teksti, dhe melodia dhe ritmi i nështrojnë tekstit. Atere, dalim në një tjetër gjë që ka lidhje direkt me këtë që po themi. Himnet. I pam 3 komponentët e një himni. Por himnet, përsa i përket, jo tekstit tashmë, por përsa i përket melodis, ndahen në 2 grupimet më dha. Mund të them në 2 kategori të mëdha. Himnet që i quajmë të vetë melodishme dhe himnet që quhen të përshembullta. Do t'i shohim tani me radhë. Më me detaj. Çfarë janë himnet ose troparet e vetë melodishme, që në gjuhën origjinale i quhen idiomela? E shohim. Janë himnet që përdorin një tekst të lirë
dhe që kanë melodit e tyre të veçanta, që nuk ngjasojnë dhe që nuk varen melodikisht nga himnet e tjera. Ç'do të thot kjo? Do të thot, kemi një himnograf, i cili krijon himnin. E krijon himnin ashtu siç ai e mendon. Pra, kompozitori, kur të vej që të ndërtoj melodinë e atij teksti, atëre do ndërtoj një melodi të re për atë tekst, sepse ai tekst nuk është, domethënë, është i veçantë, nuk ngjan me asnjë him tjetër. Kështu që dhe melodia do të jetë e veçantë, do jetë ekskluzive vetëm për atë him. Prandaj këto himne quajnë të vetë melodishme, pra që kanë melodinë e tyre. Nuk ngjasojnë meloditë e tyre me diçka tjetër. Janë melodi që janë të veçanta, unike, si çdo person prej nesh që është unik. Pra, nuk mund të ngjajmë në tipare të përbashkëta, por kemi tipare kemi gjëra shumë të përbashkëta, por kemi edhe gjëra shumë të veçanta. Pra, këto tropare të vetë melodishme i përfshin kodiku ose libri muzikor i stiqirarit ose sasarit që i themi neve në gjuhën muzikore. Këtës po futemi në detaj. Ja dhe një shembull. Marrim një shembull nga një tekst që ka përkthyer Noli në fazën e parë, nga Triodi është ky. Ja e lexojmë, thot farisianin që drejtësonte veten e tij me mburje veprash e dënove o Zot. Dhe publikanin që u përul dhe lypte mëshirë me pësherëtim e drejtësove. Se nuk i do mendimet kryelarta dhe nuk me prizon zemrat e thyera. Prandaj dhe ne po të bijem ndërkëm me përullësi, ty që pësove për neve, fal na ndjesën dhe për dëllimin e madh. Ky është teksti që ka bërë Noli në fazën e parë. Unë si kompozitor vije marr këtë tekst dhe i vendos melodi. Ashtu si unë mendoj ta vendos melodin me kriteret që ka mënyra kompozicionale e krijimit të një himni, se jo kot, domethënë. Jo një him nga hiçi. Flasim sipas kritereve muzikologjike. Pra, ky nuk ngjason me diçka tjetër. Mund të ngjasojë në fraza melodike, po jo në tërësi gjithë himni, është unik në veten në llojin e tij. Pra edhe këto quhen tropare të vetë melodishme, pra kanë melodinë e tyre. Vazhdojmë tutje. Vazhdojmë tek troparet, pra himnet kategoria e dytë që janë të përshembulltat. Aftomela që i themi ndryshe, automela, mele. Çfarë janë këto tropare? Çfarë janë himnet e përshembullta? Himnet që këndojnë sipas një modeli melodik, që ruajnë këto që ju thash më përpara, që kanë këtë dy karakteristikat kryesore që janë isosilabike dhe homotonike. Okej. Pra, çdo të thotë sipas një modeli melodik. Për shembull, keni vënë re juve. Marr një shembull një këngë. Çfarë do lloj këngë, për shembull, në përvjetor të ditëlindjes tënde si është duke plot dhurata. Sipas kësaj melodie ndërtojmë strofa të tjera. Strofa të tjera me tekst tjetër, po me të njëjtën melodi. Okej. Pra, e njëjta që ndodh edhe këtu. Kemi tropar, kemi një model, marrim një model, për shembull, shikoni pak këtu. Këtu kemi, ja do marrim shembuj dhe do ta kuptoni më mirë. Ky është në origjinal. Kam vendosur tekstin original që është Tino Reotita. Tino Reotita është një për shembull. O bukurime nam. Domethënë. Tani në fazën e parë Noli na sjell këtë variantin këtu. Në fazën e dytë, do ta shohim më pas, na sjell këtë variantin tjetër që shkon me melodinë, me modelin e troparit original. Po të shikojmë këtë të dytin, mund t'i parafrohesh ti, por nuk ka të njëjtin tingëllim si ky. Sepse ky është i sforcuar, kurse ky rrjedh. Edhe tingëllon më mirë në shqip. Mund të ketë saktësinë e tekstit kjo, por nuk ka rrjedhshmërinë melodike kjo tjetra. Prandaj është një problem kjo. Mos përputhshmëria ndonjëherë e tekstit me melodinë. Prandaj duhet që të kesh studiuar mirë dhe të jesh lodhur më saktë, të kesh përvojë të thellë në traditën e kishës, në psaltir, në mënyrë që ti njohësh mirë himnet, që të mos bësh gabime,
të dish ti përputhësh mirë. Pra të kemi përputhshmëri, se ndryshe do dalë, ose kjo do jetë për shembull do jetë një përshtatje, por që do ruajmë tekstin, kurse këtu do ruajmë më shumë melodinë, po s'do kemi saktësinë e tekstit. Pra, këto janë të dyja përkthime të Nolit, ë? Nuk janë përkthime të reja, janë përkthime të Nolit. Pra, shikoni pak, ti noreotita, po të themi këtë, do thoshim për bukurinë ose për bukurinë e zjatin shu, e shtojnë. Kurse këtu, o bukuri me nam, vete fix, është, do më thënë, e shikoni dhe këto yjet që kam vendosur këtu? Këto yjet nuk janë kot. Janë pikërisht frazat melodike që përkojnë me originalin, ti noreotita, o bukuri me nam. Më kupton, përshtaten eksakt si pas originalit, në metrik dhe në këto. Prandaj, në fazën e parë patëm këtë mos përputhshmëri, dhe do shikojmë tani arsyen pse kaluam te përkthimet e dyta, domethënë. Se kjo shumë e rëndësishme, se u krijua ky problem. Dhe mund të, domethënë, e imagjinoni sikur në kish të këndoheshe çdo gjë në mënyrë të vetë melodishme. Çfarë do thotë kjo? Do thoshte çdo tropar të kishte melodinë e tij dhe mos ngjante me asnjë dhe do ishte shumë nuk mund të këndonim dot një tropar, ta këndonim të tërë njësoj. Adhurimi bëhet shumë i larmishëm kur dëgjon ndonjëherë dhe veshi të njëjtën melodi që përsëritet. Për shembull tham sot në mëngjes lavdërimet. Për shembull që themi që janë tonuranion. Përsëritëm troparën e parë, pasi tham troparën e parë, tham troparën e dytë, i cili ishte me të njëjtën melodi, po me fjalë të tjera. Po tham me troparën e tretë është të njëjtë melodi, po me fjalë të tjera. Dhe kjo krijon edhe një lloj familiarizimi me modelet melodike bizantine që ka caktuar kisha. Është shumë e rëndësishme kjo. Edhe këto bëhen pastaj pjesë e jona dhe na pëlqejnë kur i dëgjojmë. Sepse i mëson ato melodin dhe ndjek dhe melodikisht dhe pastaj fokusohesh vetëm te fjala. Pra, e pamë që rezultati i parë i mos përputhshmërisë. Ç'do të thotë kjo? Ndodh të ky fenomeni tjetër, që duke mos e pasur ti në periudhën e parë tekstin të përshtatur sipas melodive bizantine, atëherë çfarë ndodhte? Dilte një psalt, dilte një priv, dilte një një që do shërbente një nga ajo vima, e do këndonin, çfarë do këndonin? Gjithsesi do këndonte sipas shefit të tij. Pra, improvizim, në mënyrë improvizuese. Nuk do të këndonte, nuk mund të këndonin do dy veta të njësoj, sepse s'kishin si e këndonin. E para një nuk ekzistonin partiturat fare, por edhe sikur të ekzistonin, nuk thoshin do të një tropar me të njëjtën melodi të gjithë së bashku. Sepse s'ishte mundur, sepse ndryshe do ta krijonte ai me mendjen e tij në atë moment, sepse këto janë improvizime të çastit. Pra e shikoni çfarë problemi i madh është krijuar në fazën e parë. Pra, për shumë vite ndejim në këtë periudhë kemi qenë, tu ka qenë edhe këtu dhe në Amerikë sidomos, po dhe në Shqipëri, në këtë periudhë që gjithë secili improvizonte. Edhe kemi dëshmi nga njerëz që kanë jetuar në periudhën deri sa u mbyllën kishat, pra deri në atë periudhë ku nuk dëgjoheshin psaltët, nuk deshin të dëgjonin. Ishin zëra të improvizonin, zëra pa mjeshtëri, pa profesionalizëm, pa, do më thënë, pa të denatyruar, thotë, do më thënë ka dëshmi, për shumë nga Konstantin Trako, kemi në botimet që ka pasur revistat e kishës, të asaj kohë, kemi dëshmi për shumë nga djali Kristofor Bedulli, që ka jetuar në atë kohë, që thonë këto gjëra. Pse nuk dëgjoj? Sepse kishte një improvizim. E imagjinoni sikur ne të kemi të kord dhe të këndoj vetëm njëri, të fillojmë nga një. Fillon njëri në fillim, pastaj vazhdon tjetri, pastaj tjetri. Kaq, kështu do ishte. Se bashkë nuk mund të këndoje dot. Edhe kalojmë tashi, vjen Noli, duke parë gjithë të problematikë që krijua për kaq vite, e thot tashi çfarë do bëjmë, thot. Sepse ky është një problem serioz. U prishet adhurimi. E bukur të mira përkthimet e para, por tashi ne duhet të bëjmë një rishikim të përkthimeve, thot.
Atëherë, merr iniciativën, futet një periudhë tjetër dhe i rishikoj përkthimet nga fillimi. Dhe e thotë edhe vetë tash, shikoj si e thotë. Troparet e për shembullta, pra prosomja, automelet që tham, janë kthyer jo në një mënyrë literale, pra jo përkthim literal, po si vjersha pas ritmit të tyre. Kështu që këndimi i tyre do të jetë fare i lehtë për psaltrit, që din melodit bizantine origjinale. Duhet të vënë re se në këto tropare, virgullat, pra presit janë virgullat, kanë një kuptim melodik dhe caktojnë në fundin e frazave muzikale. Prandaj po të shikojmë se e thot saktë, sepse shumë presje s'kan kuptim brenda tropareve. Po më tepër luajnë rol, siç kisha vendosur ato yjet që patëm më përpara, ato yjet luajnë rolin pikërisht ku fillon dhe ku mbaron fraza. Noli përdorte presjen për këtë gjë. Ku mbaronte vinte një presje, mbaronte, po themi, fraza melodike. E kuptoni? Por vetë ai e kuptoi që tani ato çfarë janë tropare që kanë një model melodik, unë i kam ripërkthyer thot, jo më tashmë në mënyrë literale, po i ka perifrazuar, e do ta shikojmë se çfarë ka bërë, domethënë, i ka perifrazuar sepse këtu tash i dalin shmangim një problem, por kanë dalë probleme shumë të tjera më vonë. Do shikoni, është një shumë komplekse situata. Kjo është në 41-shin, bëhet fjalë për librin e Kremtores. Dhe kalojmë te botimet e periudhës së dytë. Çfarë rishikon Noli tashmë? Nga trato libra që pamë përpara, ishin 5-6 libra, librat e parë, kalojmë tani në 3 libra. I përmbledh në 3 libra këto, të gjitha. Dhe libri i parë që boton është libri i Uratores së Kishës Ortodokse. Okej, ky është i libër shumë i rëndësishëm për kohën, sepse përveç se përfshin gjithë meshët, është kryesisht libër që e përdorin klerikët dhe peshkopët. Nuk është libër që e përdorin psaltët, për shembull. Edhe pse ka dhe pjesë që mund t'i përdorin psaltët. Por është libër që kryesisht e përdorin kryeprifërinjt. Dhe edhe këtu ka edhe meshët, ka dhe misteret, ka edhe dorëzimet, ka dhe shumë gjëra brenda. Shumë gjëra brenda. Dhe duket që në përmbajtje që kanë një ndryshim himnet nga faza e parë. Një prej, po themi, perlave të Nolit, mund të themi, që dhe ai vetë mbure, ishte Kremtoria. Kremtorin cilën edhe sot, po të keni vënë re në psaltir, e kishim në dorë neve, Kremtorin e Fanolit. Këto librat e periudhës së dytë, sidomos, janë shumë në përdorim në Kishën Ortodokse, po edhe të periudhës së parë. Se për shembull disa janë marrë pjesë nga periudha e parë dhe janë bashkuar me të periudhës së dytë për të bërë këtë pikërisht të himneve që janë të vetë melodishme dhe të himneve që janë të përshëmbullta. Këtu është libri Kremtores. Çfarë është Kremtoria? Është ajo që pam libri të kremteve, por më i plot tashmë në krahasim me librin e të kremteve që pam, e cila përmban shumë gjëra brenda, madje edhe lutesoren e përmban brenda, por komplet e transformuar nga ajo lutesorja që pam më përpara. Nuk ka ngjashmëri, por ka këtë si synim primar, që këto himne tashmë të kenë mundësi të psalen, të jenë të këndueshme. Mos jenë himne thjesht literale. Dhe pastaj kemi edhe një botim që ka bashkuar, ka bërë triodin, së bashku me Javën e Madhe edhe 50-orin i kanë një vend, pra të gjitha. Ato libra që kishte më vete që pari, domethënë në periudhën e parë, në këtë periudhë i ka të bashkuara, pra triodin, Javën e Madhe dhe 50-orin. Dhe kështu përmbush librat e periudhës së dytë, që janë shumë të rëndësishëm dhe janë deri më sot në përdorim. Ja ku është, shikojni dhe kështu vizualisht, kjo është Kremtoria, ky është triodi dhe 50-oria. Kjo këtu është lutisoria e vogël, jo përkthimi i cili ndodhet edhe këtu te Kremtoria. Por është një përkthim i ndryshuar komplet, i transformuar, një perifrazim. E ka ripar, më saktë e ka shqipëruar. Siç ishte teknika kryesore e Nolit, që ka qenë shqipërimi. Jo përkthimi thjesht, shqipërimin e zotëronte në majtë kishtrinjve Noli, ishte mjeshtër. Po të shikoni dhe librat letrar që ka bërë, nuk janë përkthime, janë shqipërime se sa janë përkthime. Si që janë Shakespeare-i, gjitha këta
gjithë me radhë, domethënë librat, letrar që ka përkthyer, janë të gjitha shqipërime më tepër se sa përkthime. Unë nuk do merrem me çështjen e përkthimeve, më shumë më intereson ana muzikore. Vërejmë tani tek përkthimet e periudhës së dytë këto pika. Vepër monumentale, patjetër. Janë shumë të rëndësishme sepse ka bërë një përpjekje të jashtëzakonshme, ka dalë nga pritshmëritë Noli, sepse Noli nga një përkthim thjesht i lirë u mundua duke njohur të paktën modelet melodike që ai njihte, sipas atyre njohurive që kishte ai, dhe arriti që të sillte një vepër monumentale. Ato 3 libra janë libra monumental. Më pas kemi përshtatjen, pra shikojmë përshtatjen e tekstit me muzikën dhe kanë një përputhshmëri relativisht të mirë në shumicën e rasteve, jo gjithmonë, se kemi dhe shumë raste që nuk shkojnë. Kanë probleme, domethënë. Por në përgjithësi kemi një përputhshmëri të melodive bizantine me tekstin që ka sjellë Noli. Ka tropare ku në disa fraza nuk përputhen metrikisht me origjinalin ose vëret mungesa e disa frazave muzikore specifike. Pra ndodhin këto gjëra, janë tani këtu kemi procesi i adaptimit që ka përdorur Noli. I kryer përmes një kompromisi. Pra është një kompromis që bëjmë këtu në këtë rast. Sepse, duke qenë se ti, për shembull, kur do që të ruash melodin, ti nuk mund të mbash do tekstin literal me. Atëherë detyrohesh të bësh një kompromis me tekstin. Dhe do thuash, nuk do bëj përkthim fjalë për fjalë, po do bëj përkthim perifrazues, po themi. Edhe kështu që bën këtë kompromisin vetëm e vetëm për të ruajtur vjen melodike, ose këto modelet që ju thash melodike. Përgjithsisht, është i suksesshëm, nuk mund të themi që nuk ka i ka adaptuar bukur. Ka cilësi. Dhe ajo që duhet të vërejmë është që në dallim nga origjinali, për shembull, origjinali shpeshherë nuk përputhen sepse sintaksa e origjinalit, pra që është në greqisht, ka një renditje tjetër sintaksore brenda himni. Dhe mund të jetë kryefjala, mund të jetë në mes, për shembull. Nuk fillon me kryefjalë, për shembull. Në dallim me neve në shqip që e duam kryefjalën në fillim, që të kemi, për shembull, si do ta kuptonin më mirë juve? Për shembull, nëse thoshim, o dritë gazmore, lavdizë shenjtë të Atit pavdekshëm qiellor, Isu Krisht. Apo do ta kuptonin më mirë, o Isu Krisht, dritë gazmore, lavdizë shenjtë të Atit pavdekshëm. Pra vem kryefjalën në fillim dhe pastaj vazhdojmë atë. Në greqisht kur e marrim themi fosi laron, agies doksis, kështu fillon. Por është tjetër greqishtja që ka një sintaks tjetër, përveç se është një sintakse arkaike, se bëhet fjalë jo për greqishtet të re, bëhet fjalë për greqishtën bizantine liturgjike. Është tjetër lloj greqishteje. Shkalla e vështirësisë është më e madhe. Pra, atë që ka arritur Noli që të paktën në dallim nga origjinali është që frazat melodike, pra frazat, mendimet poetike, i ka, po themi, përputhur me frazat melodike. Pra, kemi një përputhshmëri të frazave poetike me frazat melodike. Kjo është gjë shumë e mirë. Gjë që në origjinal nuk e ka. Pra, mund të themi nga këto që kemi konstatuar që Noli ishte njohës patjetër i gjuhës shqipe, por dhe i melodive bazike bizantine. Sepse nuk shikojmë disa gjëra që do t'i themi edhe pak më vonë, nuk kemi dhe shumë gjëra, mos u mërzisni. Pra, do shikojmë që ato baziket ai i njihte, të paktën këto modelet kryesore i njihte modelet melodike. Shikoni pak këtu tani, çfarë vërejmë tani? Pra, jo në të gjitha rastet, Noli nuk ndjek origjinalin në gjitha rastet, domethënë. Origjinalin flas kur do të përkthej. Te përkthimet e dyta sidomos e ka humbur këtë lidhjen me origjinalin shpeshherë. Pra nuk kemi këtë lidhjen me origjinalin, për shembull tropari, nëse tropari është për shembull i vendosur, ku di unë, ja, marrim një shembull këtu. Shikoni pak, këto janë modele melodike të ndryshme, për shembull, dhe janë më të shkurtrat këto. Kryesisht Noli përdor ato modele më të shkurtra melodike.
dhe kur e shkurton troparin, pra e përmbledh, ti atëre humbet edhe thellësinë e madhe theologjike të himnit, edhe ato që do të shpreh himni. Ja për shembull, marrim shembullin këtu. Shikojini këtu. Ky është një tropar për shembull nga shërbesa e Shën Dimitrit, që i referohet Thërmetit nga pasvargjet. Shikoj si është në origjinal, është ky tekst, Noli e sjell kaq shkurt. E shkurton. Nuk ndjek e para njërë kjo, është tingulli dytë, por nuk është i kostoj vratha. Është thjesht tingulli dytë. Kjo do të ishte kështu. Këtu është një përkthim i ri që kemi bërë tani. Ky këtu është ky këtu. Nuk ka lidhje me këtu këtu. Po ta lexojmë këtë Zoti me zemërim, shek dhenë dhe ky dridhet, dhe nga frika tunden malit, por ti o Zoti i dhemshur, shpëtona nga tërmeti keq, e thot Noli. Këtu, kur toka trondite nga frika e zemërimit tënd, malet dhe kodra dridhen o Zot, por ti vështrona me dëmshuri dhe mos u inatos me ne. Pra duke pasur dëmshuri për krijesën e duarve të tua, shpëtona nga kërcënimi i frikshëm i tërmetit, si i mirë dhe njëri dashës. Është më i përmbledhur, shumë i përmbledhur. Ka raste që nuk përputhet fare teksti këtu me tekstin origjinal fare, domethënë, që do ta shohim edhe më pas. Tu ishin tekstet. Shikoni pak. Një gjë tjetër që bën është sepse ishin dhe nevojat për të dalë shpejt librat, për shumë arsye ndodhin këto, edhe do ta shohim tani arsyet, por ndodh që për shembull merr shërbesën për apostujt, me që ka marrë apostujt si shembull, dhe përdor të njëjtat himne, për shembull për apostull Kudiun, Markun, dhe të njëjtat himne për apostullin Lukaj. Ja, këtu kemi një shembull. Është i njëjti tropar, thjesht çfarë bën? Ndryshon emrin. Gjë që në origjinal nuk është kështu. Okej. Kjo është për t'i rënë shkurt ca gjërave. Kur nuk mundesh domethënë që ta përkthesh të plot shërbesën, atëherë bën këtë përgjithësimin e himneve. Pra përshtatje një shërbese të përbashkët për apostujt, për martirët, për hierarkit, i fut një kategori këta dhe thjesht ndryshon emrin, asgjë më tepër, nuk i përkthejnë siç janë në origjinal. Në këto raste Noli nuk merr thjesht rolin e përkthyes përshtatësit, por pozicionohet si një himnograf duke krijuar himne të reja. Madje, jo vetëm që nuk i përkthejnë nga origjinali, se s'kan lidhje me origjinalin, çfarë bën? Bëhet me rolin e himnografit. Pra, kemi këtu tek librat e Nolit për periudhës së dytë, Noli na shfaqet edhe si krijues i himneve, pra si himnograf. Që ti jesh himnograf, duhet një bekim i veçantë që të bësh gjëra të tilla, por këto mund të justifikohen, të gjitha këto veprime, justifikohen me këto arsye. Mospasja e kohës së mjaftueshme, nxitimi mbase për t'i botuar, tendenca e kohës për t'i shkurtuar shërbesat. Këto janë supozimet e mia tani, nga nuk mund të futem dot në mendjen e Nolit pse i ka bërë kështu. Mos njohja gjithë modeleve melodike bizantine, mbase do një arsye tjetër, nuk e dim. Pra, mund të jenë të gjitha këto arsye që Noli arriti që të bënte edhe këtë gjë që të krijonte nga fillimi. Dhe kishte më të lehtë mbase të krijonte nga fillimi, se sa të përkthente dhe të përshtaste me meloditë pastaj. Kështu që tek këto botimet e dyta i kemi shumë të shpeshta këto fenomene. Ja dhe këto i pam. Shikoni, ndryshon emrin. Ti që na shkrove o Mark, ti që na shkrove o Luka. Është i njëjti him, po ta lexojmë është i njëjti. Është një him për dy apostujt të ndryshëm. Vazhdojmë. Himnet e vetë melodishme si të për shembull ta. Madje dhe shumë himne që janë të vetë melodishme, pra që kanë melodinë e tyre, ai shpeshherë i trajtoi si të për shembull ta. Një shembull tipik është himni Kasianis. Për shembull, te himni Kasianis është në botimin flasin në fazën e dytë, jo për përkthimet e fazës së parë. Pra kemi të përkthyer, për shembull, nëse kemi Kyrie këtu në greqisht, dhe do vinte Kyrie, edhe bën Noli. Zoti Krisht është fiks, është identik. Thjesht ndryshojnë fjalët, asgjë më tepër. E merr kallup me notat bizantine këtë dhe thjesht i vendos fjalët nga poshtë sepse vete identik. Kjo është një lloj metode që ka përdorur te disa gjëra Noli, e ka përdorur te 11 lavditë mëngjesore.
te lavdia e etërve, himni Kasaniz, bekimtorin gjallësore dhe ato të përmorshme, himne të shumta statike të mbrëmësores, mëngjesores, dhe të periudhave të triodit dhe pesdjetores, dhe të ceremonialeve dhe mistereve. Pra kemi shumë ja, për shembull, dhe Krishti u ngjall e ka ndryshuar. Nga varianti i parë, e ka bërë u ngjall nga varri Zoti Krisht. Krishti u ngjall që themi neve sot. Po ta dëgjoni, shkës si duket e çuditshme ju e sot? Është e çuditshme. Pra, pse? Sepse e bën nga origjinali e thot Hristos, u ngjall, se ne në Shqip nuk e kemi Krishti, e bëjmë zjatimin, por janë dy rokje realisht, nuk është një rokje, Hristos, vazhdon më pas, unë mbet një rokje në fillim, Hristos, u ngjall nga këtu na vete fiks. Pra, po prap kisha nuk e pranoj këtë variant dhe pranoj variantin literal. Ju bëra një paraqitje që të kuptoni vështirësitë që kanë kaluar në çështjet jo thjesht përkthimeve, edhe çështjet melodike. Pra nuk janë gjërat kaq të thjeshta siç ne mendojmë se mund të jenë. Duke qenë besimtar ndonjëherë nuk i kupton këto problematika, por duke qenë brenda dhe duke prekur të gjitha, atëre e kupton. Ja ku i kemi unë gjallë dhe edhe këtë shoqëria e tërve me nam. Është e njëjta. Edhe kjo Isaia Vallëzo, që themi në Kish. Për shembull, të shikojmë Isaia Vallëzo që themi, e keni dëgjuar besoj. Isaia Vallëzo, virgjëresha, zonja Shën Mari, e thonë shumica, kështu kam pisotëruar. Pa ajo është ngjeli shtatzën, thot. Nuk është zonja Shën Mari në origjinal. Pra, janë këto gjëra vetëm për të ruajtur noli, domethënë identik melodin. Edhe përfundimi, kjo ishte përfundimi ishte, më sakt, mund të themi me plot gojë se përkthime liturgjike në Oliane përurojnë traditën shqifolse të kultit, duke bërë udhërrëfyese të zhanri muzikore stilistik që duhet të ndjek adhurimi ortodoks. Muzika bizantine, si një gjuhë muzikore universale kultit ortodoks, është garancia që na lidh organikisht me traditën muzikore sakrale të përbotshme, gjë të cilën Noli e dinte shumë mirë, mbi burimin e së cilës u mbështet, duke sjellë me mjeshtëri, për të bërë busull orientuese për breza që do të vinë, themel e bazamenti kulturës sonë muzikore dhe trashëgimi e pavdekshme e kombit ton. Pra roli që i dha Noli muzikës bizantine u duk sidomos në periudhën e dytë përkthimore, që i ri shikoi gjithë punën e tij për shkak të muzikës. Që do thotë që për të kishte jashtëzakonisht shumë rëndësi muzika. Muzika atje u vërtetua që arti muzikor ose muzika melodit bizantine janë të futura, janë pjesë e qëndrueshme e adhurimit, Nolit ashtu. Pjesë e qëndrueshme e adhurimit të krishterë ortodoks. Prandaj, edhe ne siç jemi këtu, ftohemi të gjithë që edhe çuna, edhe goca, të mundohemi që përveç se të njohim besimin ortodoks, të njohim traditën ortodokse, ta praktikojmë atë, njëkohësisht të mësojmë dhe himnet e Zotit, të lexojmë tekstet liturgjike, të mësojmë dhe të psalim Zotit, të mësojmë edhe muzikën bizantine me cilën janë thurur dhe gërshetuar himnet e muzikës bizantine. Faleminderit. Faleminderit.